Tregu i pasurive të palueshme, sidomos në Tiranë, është si pezulluar në pritje të nisjes së procesit të rivlerësimit. Ndonse me gati një muaj vonesë, ligji tashmë ka hyrë në fuqi, por nëse autoritetet nuk nxjerrin aktet nënligjore, ai mbetet i pazbatueshëm, ndërkohë që qytetarët janë në pritje. Për të bërë rivlerësimin e pronës me taksën e reduktuar 5%, qytetarëve ju la 12 muaj kohë, por votimi me vonesë në parlament u pasua nga dekretimi me vonesë për i presidentit, ndërkohë që janari po ikën dhe nuk dihet kur realisht do të nisë ky proces. Ndërkohë, aktorët e këtij tregu, si agjencitë imobiliare, ankohen për një presion të tepruar të administratës tatimore. Për këtë situatë të krijuar do të bisedojmë tani me Rinaldo Pipirian, drejtor ekzekutiv i Nareas, shoqata kombëtare e ndërmjetësve të pasurive të palueshme të Shqipërisë. Përshëndetje, mirë se erdhat. Më dëgjoni? Po, ju dëgjoj. Okej. Kënaqësi me ju. Okej, gjithashtu kënaqësi edhe për ne. E nisim duke tentuar të kuptojmë mbi këtë paqartësi të krijuar sa i përket procedurave, kostove. Jemi në pritje, kemi thënë, të nxjerrjes së akteve nënligjore nga Ministria e Financave. Zyrtarisht me ligj ata nuk më kujtohet sa kanë 30 a 60 ditë kohë nga hyrja në fuqi, pra duke nisur nga 22 janari. Ju a keni pasur një komunikim zyrtar me Ministrinë e Financave në lidhje me për të kuptuar ndoshta kur mund të jenë gati ata? Në fakt ne kemi tentuar, kemi shkruar në mënyrë zyrtare dhe Ministrisë Financave dhe ASHK-s, dhe deri ditën e sotme nuk kemi një prononcim nga të dy institucionet se kur mund filloj procesi i rivlerësimit. Besoj që kanë ngjesur tek emetimi i akteve nënligjore, udhëzimit. Është e vërtetë që ka 30 ditë në dispozicion, por kjo nuk do të thotë që duhen konsumuar të 30 ditët në dispozicion nga të dy institucionet. Tashmë kemi një hyrje me vonesë në fuqi, pra duhet të jetë në 1 janar 2026, ka hyrë në fuqi në 22 janar, ndërkohë që të konsumohet 30 ditë të tjera, do të thosh atë që i ke garantuar me ligj qytetarëve për 12 muaj, je duke u ngrënë me procedura burokratike, pra duke lënë vetëm 10 muaj në dispozicion. Për ata që nuk e kuptojnë se për çfarë po flasim, a mund ta shpjegoni pse pa këto akte nuk është i zbatueshëm ligji? Pra çfarë mbetet për tu miratuar përmes akteve nënligjore? Çfarë mbetet për tu përcaktuar? Mbetet për tu përcaktuar i gjithë procesi, si do të kryhet aplikimi, tarifat, koha për marrjen e përgjigjes, pra janë të gjithë teknikalitetet fatikisht që vendosin ligjin në funksion. Qoftë edhe kodet e ASHK-s, pra çdo teknikalitet tjetër. Edhe si çdo ligj, se nuk është ligj i parë, por si çdo ligj që del në Shqipëri dhe hyn në fuqi, duhet pajisjet me akte nënligjore për të detajuar anën teknike, procesit dhe si duhet të emetohet. Edhe pa të nuk hyn dot në fuqi. Mendoj që në të njëjtën kohë ka edhe një gërsh që vjen nga mos miratimi akoma i çmimeve të referencës gjithë Shqipërisë. Sepse Ministria e Financave bëri një gabim strategjik që procesin e rivlerësimit e lidhin ngushësisht me çmimet e referencave, kështu që janë dy akte që duhet botohen dhe do të jenë fuqi, është vendimi i Këshillit Ministra për çmimet e referencës dhe udhëzimi për bashkët e Ministrisë e Financave dhe ASHK-s për pjesën e procesit të rivlerësimit. Rinaldo, por çmimet nuk mund të fillojë. Çmimet e referencës ama në Tiranë janë të përcaktuara që më herët, apo jo teknikisht a mund të nisë në Tiranë më shpejt ndoshta? Kjo ka qenë këshilla jonë dhe kërkesa jonë e rregullt nga maj 2025 se ne vijim për Ministrinë e Financave. Kemi thënë të lutem fillojë për procesin e Tiranës, sepse duhet të ecë me prioritet, sepse ky qytet, ky kryeqytet i cili mban 50-60% të gjithë transaksioneve pasurive të palueshme, gjithë tregut, atëherë pse duhet ngjelet pengi gjithë pjesës tjetër? A mund ta shpjegojmë për teleshikuesit cilat janë hapat e një procesi të rivlerësimit? Si funksionon? Se ka shumë njerëz që pyesin kur bëhet kjo pagesa e 5%-it për shembull. Atëherë ka dy modalitete. Nëse dëshiron ta rivlerësosh pronën deri në nivelin e çmimit të referencave, në momentin që aktivizohet aplikimi në Jellbenja, ti bën kërkesën në Jellbenja, i thua që po themi shpreh dëshirën për të rivlerësuar deri në çmimin e referencave, ASHK-ja brenda 5 ditëve ose nuk e di se sa do ta ketë afatin, duhet të emetoj fakturën, ti merr fakturën dhe në një nga bankat e nivelit 2 apo qoftë edhe nëpërmjet pagesave online, nëpërmjet kartave, mund të bësh pagesën e detyrimit 5% me ditë çmimit që ti ke pasur në kartel, po themi vlerën që ti ke në kartel,
dhe vlerës së re që do të marri pasuria sipas çmimit të referencave. Kjo diferencë tatohet 5%. Modaliteti i dytë, nëse dëshiron ta çosh pronën në nivelin e çmimeve reale të tregut, duhet të kontraktosh një vlerësues të pasurive paluajshme, i cili përpilon një raport. Me këtë raport t'i aplikon i Albania, ASHK-ja konsulton raportin, të emeton fakturën sipas vlerës reale që është në raport, sipas vlerës së tregut, dhe t'i paguan 5%. 5% midis vlerës që ti ke pasur në kartel dhe vlerës së re që do të marri bazuar në raportin e vlerësimit. Pra është pak më i gjatë, por në të njëjtën kohë është më i sigurt si proces. E kuptova. Ka disa njerëz që pyesin, po ata që nuk kanë ndërmend ta shesin, pra nuk flasin për ata që ndoshta potencialisht mund ta shesin në 2028, 2029 pronën e vet apo në të ardhmen. Ata që kanë ndërmend ta shesin sot, këtë vit, a duhet të presin tashmë që dhe 22 janari ligji ka hyrë në fuqi? A duhet të presin që aktin e shitjes të noterit ta firmosin, le të themi, mund ta firmosin dhe tani, apo do duhet të kryhet një herë ky proces i rivlerësimit, të regjistrohet në kadastër, në kartelën e pasurisë dhe më pas të firmoset, le të themi, akti i shitjes përballë noterit. Duket sigurisht teknikalitete, po janë disa pyetje që më kanë ardhur këto ditë nga qytetarët, ndaj ju ashtroj juve për të na sqaruar. Varet shumë nga blerësi. Normalisht nëse ke një blerës gati i cili është gati për të blerë pasurinë, është më mirë që të nënshkruash një kontratë premtim shitje ose kontratë shitje me kush, duke përmendur kushin që kalimi i titullit pronësisë, pra shitja do të ndodhi vetëm pasi të ndodhi procesi i rivlerësimit. Kështu që nëse ke ndërmend ta shesës dhe ke një blerës gati, më mirë shko tek noteri, noteri të uzon për përpillimin e kontratës, vendos kushin që do ndodhi rivlerësimi i pasurisë, do paguhet taksa 5% dhe më pas do ndodhi procesi i shitjes dhe kalimit të titullit pronësisë. Okej, kështu kjo mund të jetë le të themi si një hap i ndërmjetëm dhe në këtë mënyrë qytetari nuk rrezikon të taksohet me 15%, por mund të përfitojë nga regjimi i ri 5%. Tani, po, më thuaj. Asnjëherë për të qenë të qartë, nuk është ulur tatimi i transaksion pasuri paluajshme, po thjesht është vetëm një mundësi që ta rivlerësosh pronën me 5%. Nëse nuk do e rivlerësosh, automatikisht merr 15% tatim. A është pikërisht kjo që the tani, fakti që se ka shumë njerëz që pyesin që po mirë, unë që kam ndërmend ta shes tani, vlerën reale, sepse çdo, le të themi, pronë shitet me vlerën reale të tregut dhe nuk mund të shitet dot poshtë çmimeve të referencës gjithsesi. Këtë vlerë reale unë e kam të përcaktuar në aktin e shitjes. Pse nuk do ishte më thjesht ndoshta që të bëhej akti shitjes dhe automatikisht në momentin që lind detyrimi për, le të themi, palën shitse për të paguar atë tatimin në shtet, të merret në konsiderat 5% dhe jo 15%. Pra duket ndonjëherë sikur me këto procedurat e kapin veshin mbrapsht. Normalisht, nëse do ta bënim në këtë mënyrë, do të hiqnim mundësinë kujdo që do deshte të rivlerësonte pasurinë paluajshme, por mos ta shiste. Çfarë do ndodhte me ata? Kështu që prandaj vendosin një praktikë unifikuar. Rivlerësoni pasurinë dhe pastaj ose mbani ose shiteni u takon juve. Po jepet e njëjta mundësi të gjithë qytetarëve në të njëjtën kohë me të njëjtin proces. E kuptoj. Nëse qytetarët janë dhe kjo tregon që nuk është ulur tatimi, po thjesht është ofruar mundësia për të rivlerësuar me 5%. Nëse qytetarët janë të qartë pak a shumë sa është vlera e shtëpisë së tyre dhe sa mund të jetë ai 5% që do të jap shtetit, ka shumë njerëz që janë të paqartë, për shembull, për të gjithë këto aktet e tjera, sa mund t'i kushtojnë? Akti i rivlerësimit, noterizimi, regjistrimi në kadastër, pra këto zërat e tjerë, një shifër të përafërt, a e keni sa mund të shkojnë? Mesatarisht pak nga një vëzhgim shumë i shpejtë që kemi kryer, një rivlerësim pasurie, po themi, kemi bërë një shembull për një pronë e cila vlen 200-250.000 euro. I gjithë procesi i rivlerësimit me vlerësohet pasurive paluajshme, aplikimi nëpërmjet zyrave notariale, sepse mund ta bësh vetë në Albaninë tënde, po mund ta bësh edhe nëpërmjet zyrës notariale, dhe tarifa që vjen nga ASHK-ja, praktika e viteve të kaluara, e fushatave të kaluara ka treguar që jemi maksimumi në nivelin 200 euro. E kuptoj. Kështu që nuk është le të themi një shifër e papërballueshme. Kjo do të Kur po llogarit ato që ti kursen, nuk është një shifër e papërballueshme. Diku tek 100 euro është raporti i rivlerësimit, 50 euro është shërbimi notarial, po themi aplikimin në Albania dhe gjithë këshillimi tjetër, edhe diku tek 30 euro do të jetë tarifa e ASHK-s. Po kjo është për të parë në momentin që do dalë udhëzimi.
Një shembull konkret që le të themi një mik në momentin që mori vesh se do të kishim të ftuar sot, tha të lutem pyet e zotin Pipiria për një rast konkret. Bëhet fjalë për ato apartamente që janë privatizuar rreth vitit 1992, ty të kujtohet, dhe që atëherë as nuk janë shitur dhe paka shumë të blera, le të themi me 25.000 lek, ndërkohë që sot mund të kenë një vlerë që mund të jetë edhe te 250.000 euro. Si u matet, le të themi, kjo koha, kjo periudha, nga 25.000 lekë e çmimi që kanë blerë në 92-shin deri te vlera e sotme, apo ka një prag të ndërmjetëm? Atëherë, po flasë për 25.000 lekë për metër katror, apo 25.000 lekë që... Jo, 25.000 lekë e privatizimit të 92-shit në total, jo për metër katror. Okej, në total. Okej, bom. Atëherë, ideja është e që në momentin kur ke një pronë të marrë në pronësi nga procesi privatizimit, do të shkojmë brapa në kohë. Ajo nuk ka një vlerë në kartel, por në moment që aplikon për procesi apo për vlerësimi, merret çmimi i referencës apo kostoja e shfrytëzimit sipas entit kombëtar të banesave në atë vit. Që nëse s'jam gabim për pronat midis që marr nga privatizimi dhe deri në 93-shin, nëse s'jam gabim do të jetë një vlerë tek 260 euro, 250-260 euro për metër katror. Pra nëse shikojmë të gjithë udhëzimin e përbashkët të 2023-shit, por edhe çmimet, po themi kostot e shfrytëzimit sipas entit kombëtar banesave shkojnë në këtë nivel në atë kohë. Kështu që duhet bërë diferenca midis 250 euro për metër katror, vlera sot e tregut, total shumëzuar për metër katror që ka kjo pronë, herë 5%. E kuptoj. Nëse po themi që kjo pronë nëse po themi që kjo pronë sot është 250.000 euro për 100 metra katror dhe kosto e shfrytëzimit sipas entit kombëtar banesave në vitet 91-93 ka qenë 250 euro për metër katror, që për 100 metër katror i bie 25.000 euro, 250 minus 25.000 euro është 225.000 euro. Herë 5%, kjo është shtatimi që do të paguajmë. E kuptoj. Një lajm I pak ditën. Mendoni sikur të ishte 15%. Mendoni sikur të ishte 15% sa do të ishte. Ka që diferenca kohore është mjaft e madhe dhe rritja e vlerës është mjaft e madhe, prandaj pata këtë kërkesë që ju të na sjeronit që ta kuptonim se sa do të ishte kosto që do duhet përballonte dikush, sepse ka shumë njerëz se edhe një sqarim. Po. Jo, është ideja që është vërtet që 15% do ishte më shtrenjtë, por edhe ai 5% që mund të jetë një vlerë që për disa nuk e kanë mundësinë që ta paguajnë. Ndaj. Po, patjetër. Dhe për këto prona, po themi për të gjitha prona, fatikisht ka një koeficient amortizimi 1% për çdo vit vjetërsi, por kjo është për ato raste ku nuk arrin çmimin e referencës. Pra, unë po quaj që 250.000 euro është vlera reale në treg. E kuptova. Nëse një pronë nuk arrin çmimin e referencës për shkak të vjetërsisë dhe nuk është investuar, atëherë lejohet që të amortizojë dyshemen e çmimit fiskal. Pra, nëse prona të vlen 120.000 euro, vlera e referencës është 100.000 euro, por prona është 20 vite e vjetër dhe realisht vlen 80.000 euro, i lejohet që të amortizojë 20.000 euro si diferenca midis 100 e 80.000 euro dhe të tatohet për diferencën nga 80.000 euro deri tek vlera e fitimit të pronësisë. E kuptoj. Një lajm I pak ditën më parë lidhej me një vendim, nuk e di se kur ka dalë një vendim I tillë që detyron të gjithë ata që kanë firmosur një kontratë qeraje të noterizuar që të bëjnë dhe regjistrimin e kësaj kontrate në kadastër. Nuk e di nëse ju keni arritur të kuptoni cili është qëllimi, unë arrit të kuptoj që sigurisht qytetari do të duhet të përballojë kostot e tjera shtesë, megjasa në këtë sens pronari që jep pronën me qera mund t'ja kaloj këto atij që merr pronën me qera, nuk e kam idenë se si ndodh, por qartësisht ka një kosto ekstra shtesë. Cili është qëllimi dhe rrezikon kjo në këndvështrimin tuaj që të bëjë që më pak njerëz të shkojnë të notarizojnë një kontratë të qeraje, nga sa ndodh sot që me sa di unë nuk është në një nivel I jashtëzakonshëm, pra numri I këtyre kontratave që notarizohen. Kur flasim për kontratat individuale, pra midis individëve, është e vërtetë që ka një reflektim të zbetë të realitetit. Pra shumica ndoshta ose një pjesë dërmuese ndoshta nuk shkojnë të kontrata notariale dhe nuk besoj që nuk shkojnë për shkak të kërkesës që është ASHK, por është për shkak të barave fiskale që ata perceptojnë dhe ndjejnë. Pra për çdo të ardhur e cila vjen nga qeraja ka një bar
15%. Kështu që kjo është arsye kryesore pse një pjesë e kontratave nuk janë të formalizuar me kontratë notariale. Ndërkohë që besoj që aplikimet në ASHK nuk besoj që janë në vlera më shumë se 20-30.000 lekë të vjetra, ose po themi 30 euro, 50 euro. Kështu që kushdo që ka një kontratë notariale që ka një vlerë të mirë, besoj që ja vlen ta çojë në ASHK. Arsye kryesore është formalizimi. Pra, me çdo kush, ASHK-ja ekzekutivi po kërkon të nxjisë formalizime, pra mos ngelemi thjesht tek noteri, po të kemi qartësisht cila prona dhënë në përdorim, por në të njëjtën kohë edhe të garantoj palët në marrëveshje. Më e formalizuar se te noteri, unë nuk e di, se te noteri bëjmë dhe aktet e shitjes, jo më të qeras. Kështu që më e formalizuar se kaq se te noteri. Nuk do të thotë, për shembull, për një periudhë të gjatë kohë ka qenë e diskutueshme se pjesë e kontratave notariale që ishin te noteri për porositjen e pronave në ndërtime sipër, pra kontratat e porosisë, reflektoheshin në ASHK. Një pjesë e vogël reflektohej, ka pasur problematika këtë kohë. Ka ndikuar në informalitet, por në të njëjtën kohë ka ndikuar dhe në ekspozim të palëve në proces, të cilët ka qenë të ekspozuar në risje. Pra ai që ka porositur pronën nëpërmjet një kontrate porosie dhe prej që ndërtuesi ta mbarojë, duke mos e pasur në ASHK, duke marrë risje. E kuptoj. Sepse kur vendoset në ASHK, kur vendoset pjesë e karabinas, kur bllokohet karabina për këtë kontratë, çfarëdo lloj problemet ke me atë ndërtim me atë ndërtim me karabina, ti je i mbrojtur. Pra i ke lënë gjurmë aty që unë kam porositur pronën i pari dhe mund të kërkosh përfitimet e tua. Doja që flisim edhe drejtat. Doja që flisim në këto, se po shkojmë drejt fundi, doja që flisim dhe për një shqetësim tjetër që Narea ka shprehur përmes një komunikimi zyrtar me mediat lidhur me kontrollet e institucioneve tatimeve pra në agjenci të ndryshme imobiliare. Ju keni kontestuar mënyrën e ushtrimit të këtyre kontrolleve dhe mediatizimin e tyre me informacione të pavërteta, thuhet në njoftimin tuaj. Mund na inseroni pak më shumë këto dy aspekte? Pra, nga ato që ne kemi parë në treg dhe nga gjithë feedbacku, po themi reagimi dhe informacion që kemi nga anëtarët tanë, paraqitja në zyra, pa një lajmërim paraprak, qoftë edhe presioni, sekuestrimi i aseteve, ndoshta dhe justifikuar, ndoshta pasqaruar pse po se justifikohen, çfarë informacioni kemi këtu ose çfarë informacioni ju duhet. Kjo lloj përqasje mendoj që ka dëmtuar, duke dëmtuar biznesin, po duke dëmtuar dhe gjithë klimën e mirëbesimit dhe të bashkëpunimit. Nga ana tjetër, nëse kontrollet janë ushtruar në mesditën e ditës së anë, dhe pas mesditës së ditës së martë, pra po themi për 24 orë, ti del me rezultate të cilat nuk i ke komunikuar me palët që ti ke inspektuar, atëre e kemi parë si propagandë, si marketing, i cili ka dëmtuar palët e përfshira në proces, imazhin, besimin dhe ka shtruar presionin dhe stresin. Aq më tepër që u shqyr me këtë informacion i gjithë rjeti dhe gjithë audienca duke linçuar profesionin e ndërmjetëve të pasuripalueshme, nisur nga 9 rastet inspektuara dhe pa pasur rezultate të qarta dhe të komunikuara drejt me palët. Edhe një pyetje ne kemi atakuar. Edhe një pyetje fundit para se t'ju falenderoj për të gjithë informacionin. Lidhur me këtë situatë, ju në deklaratën tuaj thoni mos zbatimi disa elementeve të kyç të ligjit numër 9/2022 nga ana operatorëve ekonomik publikimit të pronave ka sjellë si pasojë një amulli, hyrjen e aktorëve të palicencuar dhe informal në treg. Pyetja që kam është, cilët janë këto aktorë dhe si e gjetën të terren të lirë? Për 2-3 vite të paktën, ne kemi furnizuar me informacion Ministrinë e Drejtësisë, Inteligjencë Financiare, Hetimin Tatimor, me 150 raste në për portalet online shqiptare dhe të uaj në të njëjtën kohë, rus, bielorus, italian, çek, polak, të palicencuar, të pa formalizuar, të cilët bëjnë real estate në Shqipëri. Dhe duke mos qenë reagimi i menjëhershëm i këtyre institucioneve, e kanë gjetur hapësirën të lirë për të vazhduar dhe të bërë real estate duke dëmtuar tregun, duke dëmtuar besueshmërinë dhe duke kontribuar gjithmonë më tepër në informalitet.
Dhe ne prandaj themi hetimit tatimorit, tatimeve gjithë institucioneve, keni inspektuar 9 raste, ju kemi dhënë 150 raste. Të lutem, a mund të dalim me rezultat që ka ndodhur me këto 150 raste? Dhe pastaj dalim me rezultat që çfarë ka ndodhur me këto 9 raste, dhe pastaj inspektojmë 3500 nifte, apo 450 zyra realiteti, hetojmë, dhe në fund dalim me një rezultat se çfarë po ndodh në sektorin e pasurisë paluajshme dhe dalim me një video apo me një komunikim për gjithë interesin publik se çfarë fenomenesh u arritën të adresohen nëpërmjet jetimit. Po jo vetëm në 9 raste për 24 orë duke bërë bujë. E dëmton besueshmërinë e palëve. E kuptoj. Kemi mbritur në përfundim të minutazhit që kishim. Reinaldo Piripia, ju falenderoj arsyesisht shumë për të gjithë këtë analizë, na ndihmuat që të kuptojmë më shumë jo vetëm sa i përket procesit të rivlerësimit, por dhe me situatën e krijuar me kontrollet e tatimeve. Shpresoj të të kemi përsëri të ftuar për të vazhduar këto diskutime në të ardhmen. Shpresojmë për zhvillime të mira dhe pozitive.